Mund të vazhdoj? Po. Përshëndetje. Sot vazhdojmë prapë me seancën e dytë, ku e lam, kur sot shpresojnë që do të jetë dhe seanca përmbyllëse e Alpha Webi, duke qenë se programi është shumë praktik dhe kushdo nga ju që do të hyjë në një punë si financier do ta kuptojë se sa do t'i vlej ana praktike në cilën e po e bëjmë këtë program. Nisur nga hera kaluar, nuk e di nëse përpara se të vazhdoj ndonjëri nga ju ka ndonjë pyetje. Ma shiko pak të grupit, se nëse keni ndonjë paqartësi nga hera e kaluar, që mos të vazhdojmë në një diçka të cilën ju mund ta keni të paqartë nga hera e kaluar. Me sa shoh Malvina thot po, atëherë më thuaj. Okej. U mendova se keni ndonjë gjë të paqartë. Dikush po shkruan, kështu që po pres 5 minuta, vetëm pamje nuk shoh thot. Do ndezur kjo, nuk shoh pamjen. Ja, një sekond. Po tani, pamja? Edhe pamja është e hapur, thot. Okej. Atëherë, po ju pyes edhe një herë nga hera kaluar, nga çfarë kemi bërë nga hera kaluar, pra që bëm çelje ndërmarrje, çelje furnitori, bëm regjistrim blerje me artikuj dhe me llogari, çelje e artikujve afatgjat, në cilën vendosej norma e amortizimit. Duhet të dalem dhe të hym prapë, thot. Okej, atëherë unë po vazhdoj. Vazhdojmë prapë këtu tek në këtë krah të programit, pra administrim, kontabilitet, jemi tek blerje dhe shitje. Herën e kaluar e lam tek regjistrimi i blerjeve. Dhe thash që për blerjet kemi blerje mallra dhe shërbime. Dhe për sa i përket mallrave është shumë e thjeshtë, siç e pam dhe nga hera kaluar, që ne blejmë mallra, pra blejmë oriz, ja siç e kam regjistruar këtu, dhe blerja e mallit regjistrohet me artikull. Blerja e shërbimit, shërbim është diçka mall jo i prekshëm, po është shërbim. Pra, nëse ti regjistron blerje ujë, energji elektrike, nëse shkon te një noter dhe ke shpenzuar për shpenzime notariale, për shembull kompania jote ka pasur, po themi, një gjyq, ka bërë shpenzime notariale, do ta regjistroj si shërbim. Nëse ti shkon tek, po themi, tek parokierja dhe bën shërbim, shpenzime shërbimi. Dhe për sa i përket blerjeve kemi dy ndarje, mallra dhe shërbime, si dhe blerje brenda vendit dhe jashtë vendit. Blerjet brenda vendit mund të ndodhin dhe me monedhë të huaj. Pra ti shkon në një kompani e cila shet në euro dhe do ta blesh mallin në euro. Dhe blerjet jashtë vendit, të cilat ne i quajmë importe. Pra ne blejmë nga jashtë dhe importojmë brenda. Do të shohim paraprakisht këto dy gjëra. Së pari, unë do të bëj një blerje të një artikulli, por me monedhë të huaj. Dhe nuk ka asgjë të vështirë nga çfarë kemi bërë herën e kaluar, vetëm se këtu faturë blerje e shkruajmë numër 5, po themi. 3.12 përshkrimi blerje kalorifer. Se unë kam parë këtu që kaloriferi është i çelur. Furnitori, zgjedhim një furnitor të çfarëdoshëm, sepse thjesht praktik po bëjmë. Elektro HCA, po themi duke qenë se merret. Dhe shi çfarë më thot mua kjo? Vendosni kursin e kësaj monedhe, sepse po ta shkojmë dhe shikojmë pse pikërisht për këtë furnitor neve na kërkoj kursin. Atëherë shkojmë tu tek çelje, furnitor dhe kërkojmë të F004, sepse ky furnitor mund të jetë çelur në
euro. Ja ku është furnitori huaj. Kompani, Milano, kontabilitet, regjistrime, informacion. Kjo është një kompani me adresë në Milano, klient furnitor. Këtu në këtë rast nuk shoh që t'jetë zgjedhur kursi i furnitorit, por shohim llogarinë tek plani kontabël 4012, kontabilitet. Llogari, shohim që 4012 është llogari për furnitor të huaj, struktura llogarive. Shkojmë këtu, 4012. Nuk ka të dhëna. Shkojmë tek blerjet. Shto blerje. Këtu, kur kemi, në këtë rast neve jemi thjesht në faturë blerje brenda vendit, shkojmë prapë të këtë F004, i cili është celur i huaj kursi. Kjo kërkon kursin. Kursin mund ta themi 116.5, po themi. Magazina qendrore. Dhe bëjmë artikull. Zgjedhim një artikull të çfarëdoshëm për ta bërë hyrje. Aspirator, po zgjedhim këtë aspiratorin, ose ishte një kalorifer. Ja ku kemi kalorifer Elektra. Po ta shikosh tu, skemën është M për mallrat dhe gjendja është 0. KL 0001. Shkojmë këtu. Zgjidhim magazina qendrore 1, sepse këtu ne çfarë na doli më shënishi. Kur është çelur artikulli, është çelë dhe magazina ku do të futet ky artikull. Unë po bëj hyrje 5 kalorifer me vleftën 2500. Pra 5 kalorifer kanë bërë 2500 euro. I japim ruaj. Dhe ky është regjistrimi i një fature blerje mall, pra jo shërbim, është mall, por jo me lek, siç e bërëm herën e kaluar, por me euro. Ndërkohë, do të bëjmë regjistrimin e një fature blerje, e cila është me import dhe ka një specifik tjetër. Pikë së pari, regjistrimi i faturës së blerjes nga importi bëhet me TVSH 0, sepse regjistrimi i TVSH-s apo shpenzimeve të tjera doganore bëhet tek regjistrime, flet doganore, import e re. Kështu që këtë faturën e kaloriferit që unë regjistrova tani, e supozojmë se kur do ta përdorim si faturë blerje që ti këtë kaloriferin e ke blerë nga jashtë, sepse dhe furnitorin e sjellëm të huaj, dhe ajo që do të bëjmë tani është regjistrimi i fletës doganore. Pra dhe njërë mbajeni mend dhe fiksojeni që hapat për regjistrimin e një fature blerje nga jashtë, pra që ti e bën import, blerje nga një zemëmore në Itali, hapat për regjistrimin e kësaj fature janë 2. Një, pikë së pari, regjistrojmë faturën e blerjes kalorifer, por pa TVSH. Ne këtë faturën e blerjes të kaloriferit e regjistruar me TVSH. Bëjmë një regjistrim fature tjetër, pra nuk do të përdorim këtë, sepse këtë e bëm me TVSH. Shto blerje 06. Këtu e bëjmë dogana, po. FB magazin, blerje, kalorifer. Ose shohim një herë çfarë artikulli do zgjedhim këtu. Furnitori, zgjedhim një furnitor. Zgjedhim po këtë elektron. Kursi 117.5. Magazina qendrore. Duke qenë se ne çfarë thashun, magazina qendrore 1 është magazina që ne çelëm dhe artikujt afat gjatë dhe ato afat shkurtër.
Shohim këtu një artikull tjetër që është elektroshtëpiake. Marrim të frigorifer Samsung. Frigorifer Samsung. Dhe bëjmë sasia 10 frigorifer. Të vëshëja këtu nuk do ta zgjedhim, do e bëjmë 0. Ose pa të vëshë. Për qenë më të sigurt e bëjmë me 0. Dhe e bëjmë vleftën 6.000. E bëra 60.000, 6.000. Pra, ose e bëjmë, po themi 10 frigorifer, bëjmë 7.800 euro, po themi kot. Dhe japim ruaj. Pra, jemi në regjistrimin e blerjes nga importi, ku pikë së pari regjistruan faturën e blerjes me të vëshë 0 nga furnitori i huaj, duke vendosur kursin dhe duke zgjedhur dogan. Ja ku është fatura 7.800 euro. Çfarë ndodh nëse ti ke harruar t'i vësh përshkrimin, shkon prap tek fatura? Po. Si? Nuk është e mundur? Atëherë kur ne çelim një artikull, ti do zgjedhësh magazinën se ku është bërë ky artikulli. Pra, ajo që unë shpjegova nga hera kaluar, për lehtësinë e punës tuaj, ne zgjedhim ne kur çelim magazinën, çelim një magazinë qendrore dhe aty fusim dhe artikujt afat shkurtër dhe ata afat gjatë. Unë në këtë rast zgjodha artikullin kalorifer duke qenë se ishte i çelur. Nëse unë do të bëja blerje një sobë dhe do ta çeli artikullin nga e para, unë personalisht për shpjegim dhe për lehtësi të punës do të zgjidhja magazinën qendrore 1. Dhe kur ta zgjidhja artikullin unë, do ta merrte automatikisht magazinën. Çfarë ndodhi me rastin e kaloriferit? Ndodhi që ky kalorifer ishte i çelur dhe kur është çelur më përpara në demo, ka qenë kapur tek magazina te ajo MSH1 dhe prandaj e mori automatikisht. Pra sigurisht që artikullin magazina e merr automatikisht, po varet në çfarë magazine e ke futur ti. Mirëpo ne në kurs po punojmë me magazinën qendrore 1. Ja bëjmë provë neve të çelim një artikull afatgjatë. Që ta keni ju më konkret. Atëherë ky artikulli që unë do të çel tani, do ta bëjmë provë që ju të bindeni. Shto. I vura këtë kodin, do e bëj sob. Ekziston një artikull me këtë kod. Po e bëj provë këtë, sob inkaso, po e bëj. Elektroshtëpiake. Tek inventar nuk zgjedhim, tek kontabilitet skemën, zgjedhim skemën. Atëherë ndërtesë nuk është. Atëherë kur juve të jeni në punë dhe të çelni një artikull, ndërtesë nuk është, instalim makineri, pajisje, instrumente dhe vegla pune. Mjet transporti, mobilje, koncesion, pajisje informative të tjera. Instalime teknike, makineri, pajisje, po e fusim këtu tek pajisja. Regjistrime, fusha, amortizim. Këtu nuk zgjedhim. Vendosim dhe normën e amortizimit që e ka 20%. Është 20% ja këtu. Dhe japim ruaj. Grupimi, më fal, kërkon të grupimin këtu. E fusim tek makineri, japim ruaj. Do shkoj ta bëj blerje këtë sobën. Numër fature 78, data 9, FB magazin që ta marrë automatikisht artikullin. Këtu kemi po elektron, vendosim kursin 117.5.
Këtu tani tek magazina, do zgjedhje magazinën qendrore 1. Pra, ajo që ti bën në faturë është që ti zgjedh FB magazin që të futet automatikisht artikulli në magazin, por magazinën e zgjedh ti. Kështu që këtu jemi tek, mos gaboj unë, tek Sobin Kasa. E bëjmë tu sasia 5, vlera 9.500. Po të japim ruaj, trupi i dokumentit nuk duhet të jetë bosh. Tu e bëjmë 781, përshkrimi blerje sob, artikulli. Tu e mund ta kërkojmë dhe me emër, Sobin Kasa, ja ku na doli. Sasia 15, TVSH 0, vlefta me vlefta këtu 9.500. Se kuptoj pse s'ma merr tani. Doko. Nuk e kuptoj pse s'po ma merr për momentin. Shkojmë tek artikulli. Po zgjedh një artikull tjetër, sepse banak, po themi, nuk lejohet çmimi 0 në grid, po. TVSH 0, 9.600. Ndoshta ka vonesë në sistem. Këtu e bëjmë dogan. As me këtë banakun që ishte i çelur nuk po ma merr. Megjithatë përdorim faturën e ose ndoshta ka vonesa. S'me lejon këtu që ta bëj TVSH 0 këtë. Shkojmë tek fatura blerjes që kishe me kaloriferin. Në këtë rast ishte këtu me 7.800. Në këtë rast, për shembull, unë dua që faturën e blerjes së kaloriferit, që mos të vonohemi, faturën e blerjes së kaloriferit, okay, e kam me TVSH 0. Në qoftë se ti e ke bërë gabim këtë faturë dhe don ta rregullosh, nuk ka nevojë që të shkoni dhe ta fshini faturën fare, thjesht mund t'i bësh klono. Dhe klonimi pra klon, ta bësh po të njësojt, të lejon ty që ta bësh këtë faturë me TVSH. Pra këto butonat e TVSH-s apo ruaj apo çfarë butoni tjetër bëhet aktiv. Dhe unë këtu me rastin e klonimit shkruaj blerje kalorifer. Se unë nuk dua ta ndryshoj TVSH-n. Doganën do ta bëj po, sepse është me dogan. Nuk dua ta bëj me TVSH sepse është pa TVSH dhe jap ruaj. Mos u shkëput lidhja që s'po më merr. Okej, tani e mor, ekziston një regjistrim me këto të dhëna identifikuese. Okej, atëherë bëjmë me fraksion 0,6 fraksion 1. Po. Atëherë shkojmë tek fatura 0,6 fraksion 1, e cila është faturë që do ta përdorim për regjistrimin e një importi. Hapi i parë, po e ri përsëris, është regjistrimi i faturës. Klonimi është në funksion të modifikimit. Pra, më pyet, klonimi është i njëjtë me modifikimin apo mbetet një kopje e faturës së parë pas klonimit? Klonimi do të thotë që ti do t'i bësh një ndryshim faturës, por nuk ta merr, siç e pat, nuk ta merr me atë numrin e faturës së parë, thjesht do t'i vësh një numër tjetër. Dhe faturën që atëherë po shpjegoj edhe një herë. Bëre një faturë ti, ke faturën me TVSH përpara, që bën fatura bën 4.500 euro. Ti e regjistrove faturën dhe mendon që je okay. Tani njerëz jemi në vend ta bësh 4.500 euro, e ke bërë 4.300 euro. Do shkosh dhe do klonosh faturën dhe do ndryshosh shifrën nga 4.800 apo nga 5.000 që e kishe bërë, do ta bësh 4.500. E klonon, i vendos numrin që nuk ta merr me numrin e më përparshëm
rregullon faturën i jep ruaj dhe faturën që kishe bërë gabim do t'i japësh fshije. Nuk e di sa e qartë jam. Më duket mua apo Alfa ka qenë më praktik në versionin desktop, ndërsa në web e kanë bërë më të hallakatur. Tani nuk besoj se kemi kohë për të diskutuar për versionin e Alfës. Kjo Alfa që unë po shpjegoj është shumë praktike, siç është për bizneset prodhuese apo për bizneset tregtare, është dhe për institucionet buxhetore ku një person që mund të jetë financier në shtet mund ta përdori fare lehtë. Okej, Malvina, në rregull, kuptoj që je e qartë. Enea, nuk është e mundur që magazinën ta marrë automatikisht dhe pse mund të kemi disa magazina? Jo, ti magazinën do ta zgjedhësh siç ta shpjegova. Dhe gjithmonë ju këshilloj, ju e dini vetë, po ju këshilloj që zgjidhni vetëm një magazin qendrore. Hapni vetëm një magazin qendrore, sepse aty ti do bësh hyrje artikujt dhe afat gjatë dhe afat shkurtër. Dhe lehtësia Alfës është që artikujt i ka afat gjatë dhe afat shkurtërët, i ka skemat e kontabilizimit gati. Personalisht dhe kur kam punuar ekonomiste, kam qenë në një institucion, përdorja vetëm një magazin dhe më ka ndihmuar shumë qoftë tek pjesa raporteve. Pra kur unë filtroja raportet dhe doja dija sa artikuj afat gjatë dhe sa afat shkurtër kisha në institucion, ma jepte ai raporti. Nuk shkoja duke çekuar apo duke nxjerr raporte nga 3 magazina. E nxjerr vetëm nga një dhe kjo të lehtëson punën. Rikthehemi pjesës ku ishim, kam bërë regjistrimin e kaloriferit pa TVSH, dhe ky është hapi i parë, duke qenë se këto kalorifere ka marrë nga importi, nga një furnitor i huaj, pra Elektro, i cili e ka vendodhje në Milano. Pikë së parë bëra regjistrimin e artikullit pa TVSH. Zgjedhim dogan, pra 3 pikat kyçe të kësaj faturës janë 1. Doganën dhe zgjedhësh po, do zgjedhësh kursin dhe do të vendosësh pa TVSH. Dhe hapi i dytë është regjistrime, flet doganore, import, lista e re. Lista tregon sa flet importi ke regjistruar. Në këtë rast, po të çekoj me vit ushtremor, ja ku shohim një flet importi të regjistruar paraprakisht, ku në fletat e importit vendosen taksa doganore dhe shpenzimet të tjera doganore. Që do të thotë, cilat mund të jenë shpenzimet të tjera doganore? Transporti apo siguracioni. Sepse ti ke marrë këtë sobën apo këtë kaloriferin, i ke bërë një transport dhe do të regjistrosh transportin. Cilat janë pjesët përbërëse të një flete doganore? Lloj, flet doganore, numër dokumenti, datën, monedhën, kursin, vlera e faturës. Po të shkojmë tu poshtë, do zgjedhim dogan, këtu të vendosim vlerën. Në qoftë se kjo 15 është taksa doganore 15%, dhe nëse është vlera më e vogël se 15% apo më e madhe se 15%, ti do ta vendosësh këtë vlerën këtu dhe vendosim me dorë. Vendosim dhe kodin e TVSH-s, pra ky është rasti tani kur e regjistrojmë TVSH-n neve. E regjistrojmë këtu, duke zgjedhur pra faturën që regjistruam më përpara pa TVSH. Atë TVSH do t'ja ngarkojmë tani këtu, duke zgjedhur kodin e TVSH-s 20%, 0 apo 6, në rastin ton 20%. Vëm vlerën e faturuar dhe merr mallin. Totali i faturës me TVSH, pra totali i taksave është këtu një herë. Ky ka taks doganore, po ti mund të kesh dhe taks skanimi, mund të kesh akciz, mund të kesh dhe apo taks doganore siç përdoret gjithësisht. E shikojmë dhe njëherë fletën, këtu zgjidhet lloji, flet doganore import, vendoset numri, data, vendoset dhe kursi. Dhe kemi 2 krah, kemi taksat, kemi edhe TVSH-n. Tek taksat do zgjidhim cilën lloj takse po paguajmë neve. Po paguajmë taksën e skanimit, po paguajmë akciz, akciza dihet që përdoret për duhanin, për pijet alkolike, apo do zgjidhim taksën doganore, e cila e ka 15% vlerën. Do zgjedhim dogan këtu dhe nga krahu tjetër tek TVSH-ja do të vendosim TVSH-n, të cilën e lam pa çekuar në rastin e parë, pra në regjistrimin e faturës. Këtu zgjedhim dhe faturën, është një opsion që do ngarkojmë faturën një herë, për çfarë fature po e bëjmë këtë veprim. Pra në këtë rast personi këtu ka zgjedhur Elektro, furnitorin Elektro X, që ka bler një mall me vlerën 85.000. Shkojmë dhe bëjmë provë,
Pikë së pari, fiksojmë çfarë fature do të përdorim këtë me kalorifer. Atëherë, regjistrime, flet doganore, import, lista e re. Siç ishte vepruar dhe më përpara, këtu vendosim numër dokumenti 06. Këtu zgjedhim kursin 117.5. Do të ngarkojmë dhe faturën, atëherë të shohim për ngarkimin e faturës. Me këtë shigjetën këtu, kur kjo shigjeta është me kokë poshtë, thjesht nuk të tregon çfarë fature do zgjedhësh. Kur është kështu, do të thënë kur e çojmë shigjetën lart, zgjedhim 7800, pra vlerën kaloriferin që neve regjistruam pak më parë. E zgjodhëm faturën, këtu bëhen dhe butonat aktiv. Zgjedhim doganën, norma 15%, këtu vendosim një vlerë 7800 herë 15%, i bie çfarë do lloj rezultati që do dali, këtu do ta vendosim manualisht me dorë. Pra nuk e merr në mënyrë automatike. 7800 herë 15% do vendosim 1170. Pra 1170 po ta shikoni, kjo e ka marrë automatikisht. Dhe 20%, pra kjo e bën në mënyrë automatike dhe ju lehtëson goxha. Dhe 20% që zgjedhur të vëshëja, po të zgjedh të vëshën 0 këtu, vlera e faturës del 7800. Po të zgjedh të vëshën 6%, vlera e faturës shkon, vlerëta e të vëshës shkon 468. Mirë, po ne na duhet me të vëshën 20. Pse na duhet me të vëshën 20? Sepse mallin ti me 20% do ta shesësh. Kështu që faturën që morën nga importi me vlerë të vëshëje 0, pra me 7800, ti nuk mund ta shesësh në Shqipëri me 7800, do t'i ngarkosh të vëshën. Sepse dihet që kështu funksionon, të gjitha mallurat në Shqipëri shiten me të vëshë. Dhe ja ku shohim që totali i taksave për këtë fatura pikë së pari ishte, është një djalë që ka problem, nuk mund të logohem, thot, më bëni accept. Admit, e bëra një unë admit. Pra, sa shkon vlera e kësaj fature? Ti more një mall nga importi, po sa do ta shesësh? Këtë mall që e more njëherë me vlerën pa të vëshën. Do t'i ngarkosh dhe taksën doganore, do t'i ngarkosh dhe të vëshën, dhe sa shkon vlera mallit? 7800 plus 1170 taksa doganore plus 1560 të vëshëja, atëherë ti nxjerr po themi koston përfundimtare të këtij malli për ty. Dhe je ti pastaj si tregtar që vendosësh me çfarë çmimi do ta shesësh. Ja ku e kemi tu, total, në qoftë se tu përveç taksës doganore, mund zgjedhësh dhe një taks tjetër, taks skanimi, po themi, nëse kjo do të kishte. Total i transport nuk ka, total siguracion jo, total të tjera, total vlera doganore dhe total taksa. Po ta vendosim këtu edhe total taksa, është 1170 taksa doganore dhe 1560 të vëshëja, plus 1560, 2730. 2730. Nuk e merr, një minutë, 2000. Ndoshta e merr në mënyrë manuale. Ja, vlerat e doganës nuk janë të barabarta, thotë se. $7.800 herë vlerat e doganës nuk janë të barabarta. Çekojmë të vëshëm këtu. Ja, japim ruaj. Shohim rastin tjetër. Se kam nxjerr, ja, do të zgjedhim këtë. Regjistrime, flet doganore, import, lista. Shohim nëse në mënyrë manuale kanë vendosur
Po ta shikoni edhe në këtë rast, këtu vlerën e ka marrë vetë, dhe vleftën e TVSH-s, to nuk ka çekuar, edhe këtu, total vlerë doganore, total taksa. Total vlerë doganore. Total taksa. Atëherë mbajmë shonim taksat nga fatura tjetër, sa në shkojnë, sepse duhet t'i shikojmë tek rreshti i fundit, dhe këto dy të dhëna do t'i shënojmë tek regjistrimi flet doganore, import lista. Tu tani ne nuk e kemi të ruajtur, do ta bëjmë edhe një herë. Regjistrime, flet doganore, import e re. Taksa doganore i kemi të sakta, sepse 15% është numri, këtu e bëjmë 07, këtu e bëjmë datën 10, po themi kod, kursi 175, zgjedhim faturën, kaloriferin, ja ku e mori, taks doganore 1170, 20%, 1560. Këtu duhet na dilte trupi dokumenti, duhet dilte ja ku na doli fleta doganore, dogan dhe taksa. Atëherë vendosëm këtu poshtë dogan dhe taksa, kishim lënë pa çekuar të këtu, ta shohim nëse do të na e marrë ruaj apo jo. Po, dhe tani ruajtja përfundoi me sukses. Pra gjithmonë mos harroni që këtu poshtë tek trup dokumenti të çekoni që të marrë të dhënat automatikisht poshtë. Pra të dhënat poshtë nuk vendosen në mënyrë manuale. Që të vazhdoj me pjesën tjetër, po përsëris dhe po ju pyes tani edhe një herë, i keni të qarta regjistrimin e një fature blerje nga importi? Hapi parë, regjistrimi i faturës ke blerë 15 kaloriferë me vlerën 7.800 euro, do ta regjistrosh pa TVSH, dhe 3 pikat kyçe që do të mbani mend ke hapi parë pra të regjistrimi i faturës janë, do të çekoni dogan, do të çekoni kursin dhe vlera pa TVSH. Hapi i dytë, regjistrime importe, regjistrime flet doganore import, do të bësh e re, dhe këtu do të zgjedhim. Do të me anë të shigjetës do të zgjedhësh faturën për cilën ti do të ngarkosh taksa doganore, vetëm do të çekosh taksën doganore dhe 15% ta merr vet, do të çekosh TVSH-n dhe 15% ta merr vet, dhe tek trupi dokumenti do të shkosh poshtë që të dalë regjistrimi i atij rreshtit i cili na mori dhe të dhënat poshtë në fund të faturës dhe më pas mori në mënyrë të ruajtur fletën doganore. Dhe me anë të regjistrimit të fletës doganore ti kupton që ato kaloriferët që ti more 7.800 euro, ju shtua dhe taksa doganore 1.170, ju shtua dhe TVSH-ja 1.560, çka kjo përbën kosto për ty. Pra 7.800 plus TVSH plus taksën doganore shkojnë diku 10.000 e sa, dhe je ti si tregtar që vendos me çfarë çmimi do ta nxjerrësh në treg. Shpërndarja e shpenzimeve në ç'kuptim? Shpenzimi shpërndahet në formën që kur ti ke qelur artikullin kalorifer, ti ke zgjedhur dhe në skemën e kontabilizimit, ky artikull ka dhe llogarinë e shpenzimit, dhe llogarinë e inventarit ku futet, dhe llogarinë e të ardhurave që ti do gjenerosh të ardhura nga shitja e këtij artikulli. Domethënë nuk e di nëse jam e qartë me shpjegimin. Shpërndarja e shpenzimit. Ti xha ke bërë një shpenzim sepse ke blerë një artikull që është kaloriferi. Kur ti e ke bërë regjistrim të artikulli e ka vetë skemën e kontabilizimit, ka dhe llogari shpenzimi dhe llogari të ardhurash dhe ndryshim gjendje inventari dhe llogari inventari. Po shkruan dikush, mendoj që
Keni diçka të paqartë nga importi? Sepse po shoh që dikush po shkruan. Pas kësaj do të kaloj dhe shitjet. Atëherë thot, në momentin që unë kryej një faturë blerje me dogan, mund të kem dhe një faturë transporti, dhe një faturë agjencie doganore dhe duhet të zgjedh se për kë faturë do të bëhet shpërndarja. Ti mund ta regjistrosh faturën e transportit për këtë artikull. Shkojmë këtu tek blerja. Së pari shkojmë një herë tek regjistrime, flet doganore, import, lista. Se do ta bëj shto, do bëj një shto të re. Dhe shikon që këtu fleta doganore një herë të lejon deri në të lejon që ti të regjistrosh taksën doganore, kodin e TVSH, ja ku e ke dhe transportin. Fatura, e cila ishte 7.800, ka dhe shpenzime transportit dhe siguracioni, dhe këtë gjë e përmenda pak më parë. Megjithatë po e bëjmë provë tani prap. Regjistrime, flet doganore, import. Shkojmë me numrin 08. E bëjmë këtë me datë 15. Kodi, taks doganore. Po përpara se të bëjmë këtë duhet zgjedhim këtë kaloriferin. Ja ku e bëjmë këtu. Zgjodhëm faturën kaloriferi, transporti. Sa të ka shkuar ty transporti për këtë? Po themi 1000. Po themi kot. Siguracion nuk po vendosim se në rastin që ti mund blesh makinë, vendos siguracion. Ke dhe të tjera, dhe shisa të shkoj vlera këtu, 7.800 dhe 1.000 siguracione, kemi 8.800. Do zgjedhësh dhe taksën doganore, që ta llogariti vetë, tani nëse më përpara ti e kishe taksën doganore, nëse më përpara taksën doganore e patëm 1.170, në këtë rast e kemi 8.800 që shumëzon 15%, ja ku e ke 1.320, pra dhe po ta bësh në mënyrë manuale. Ja ku ke dhe vlerën e TVSH-n, që të shkoj 1.760, sepse TVSH-ja aplikohet mbi vlerën e faturës, pra mbi vlerën e faturës së mallit, jo totale bashkë me transport. Shkojmë këtu dhe zgjedhim dhe trupin në trup dokumenti, si që kishim çfarë na doli. Zgjedhim, çekojmë flet doganore, që të na gjenerohet fleta doganore për këtë. Shkojmë dhe në fund, të dhënat i ka marrë vetë dhe japim ruaj. Në rast se ti në mënyrë të veçantë do që të regjistrosh një faturë transporti për këtë, nëse ti ke harruar, po themi pa e çekuar tek transport, shkon dhe regjistron një faturë transporti më vete në llogarinë 6272. 6272 është llogaria e transportit. Pra që ti ke bërë, siç mund të regjistrosh, për shembull, bleve një aset për kompaninë, do i regjistrosh dhe transportin këtij aseti. 5 lek bërë aseti dhe 2 lek transporti që regjistron me faturë blerje brenda vendit me llogari, jo me artikull, se transportin ka kompani që e çelin transportin si artikull, gjë që s'ka sens, se transporti është shërbim, dhe e bën regjistrimin e transportit. Jam i qartë për këtë, sepse nuk dua të kaloj nuk dua të vazhdoj pa u qartësuar për këtë pjesën. Ka pyetje në lidhje me importet, më jep një konfirmim se duhet të vazhdoj me pjesën tjetër. Okej, nuk po shoh përgjigje, kështu që po vazhdoj. Jemi okej me pjesën e blerjeve? Një përmbledhje për blerjet dhe unë do ta mbyll me blerjet. Blerjet dhe njëherë pikë së pari çelja e furnitorit në llogarinë 401. Mbani mend rregullin që në momentin që ti bën një faturë blerje, furnitori është gjithmonë në kredi. Ndërsa nëse ti bën shitje, klienti është gjithmonë në kredi. Në debi. Blerje do të regjistrosh brenda vendit, jashtë vendit. Brenda vendit ke mallra dhe shërbimet, mallrat me artikull dhe shërbimet me llogari. Mund të kesh faturën në lek apo në euro. Kur e ke faturën në euro, do të zgjedhësh monedhën dhe do të vendosësh kursin.
Ke blerje brenda vendit dhe jashtë vendit. Jashtë vendit kur ti bën importe, regjistrimin e importit sapo e pam. Nëse keni pa qartësi më thoni. Kalojmë tek inventari. Pak më parë unë thash që në qoftë se, domethënë nga hera parë thash që në qoftë se ti bën një faturë blerje, regjistron dhe hyrjen e këtij inventari automatikisht nga fatura blerjes, duke çekuar FB magazin. Pra FB magazin, faturë blerje me hyrje në magazin. Por ti mund bësh dhe veçmas regjistrim në hyrje në inventar, sepse jo çdo aset që ti ke në llogarin në kompaninë tënde e ke bërë me blerje. Edhe njëherë, jo çdo mall që ne bëjmë hyrje në kompani mund ta kesh me blerje. Mund ta kesh me transferim, mund ta kesh me dhuratë. Nëse ty për shembull ti ka hapur një zyrë të re dhe një shoku jot të dhuron një kondicioner. Nuk e se si shkon e regjistron me faturë blerje, se i bie që të të shtohen shpenzime, kur ti faktikisht nuk e bërë asnjë shpenzim për këtë, sepse e ke dhuratë. Dhe çfarë bëjmë? Shkojmë tek inventar, hyrje, shto hyrje. Pa bërë hyrje nuk mund të bëjmë dot dalje. Sepse dihet, ju a thash, koncepti i magazinës, sikurse dhe i arkës dhe i bankës është për shtesat debitohet, për paksimet kreditohet. Dhe magazina këtë logjik ka. Nëse ti fut mall në magazin, magazina është me gjendje debitore, nëse ti nxjerr mall është me gjendje zero ose kreditore. Pra që paksohet ose me zero, po nuk mund të jetë magazina me minus, nuk ekziston. Se do fusësh 5 njësi mall dhe do nxjerrësh 3, po nëse fut 5 njësi mall nuk e ka nxjerr 6, se nuk ta merr sistemi, nuk ekziston. Pra, jemi në rastin që ti do të bësh një flet hyrje dhe shkojmë këtu FH, flet hyrje, hyrje fillestare, flet hyrje të tjera. Zgjedhim flet hyrje të tjera, po themi. Shkojmë numër dokumenti 10, magazina. Pra unë zgjedh gjithmonë magazinën qendrore 1, sepse po ta shikosh këtu kemi magazin aktiveve afatgjata, magazin shitje, pse do zgjedhësh magazin të aktiveve afatgjata, kur ti artikujt afatgjat i ke futur tek magazina qendrore, duke qenë se e kanë vetë skemën e kontabilizimit. Këtu po bëj dhurat. Falje. Artikull, zgjedhim një artikull, po zgjedh të banak Gorenje. Pra të kanë falur një banak me vleftën 3.000. Llogaria. Duhet zgjedhim llogarinë e faljes, ta shikojmë tani. Tu nuk e ke nga furnitor, sepse është thjesht një. Po ta shikojmë këtu falje. Nuk ka. Duke qenë se ky është në klasën 2, zgjedhim një artikull afatgjat, instalime, po zgjedhim këtë. Dhe mori ruaj. Pra, që do të thotë, ky artikull që ti e ke bërë, të është bërë falje, të është bërë dhurat, si do ta regjistrosh? Nuk e regjistron me faturë blerje, do e regjistrosh me faturë flethyrje të tjera ose faturë falje. Bëjmë provë një tjetër, shto hyrje. Artikujt afatgjat nuk bëhen dalje nga sistemi, bëhen dalje vetëm kur i ka ardhur norma amortizimit për të bërë zero, gjë që rrallë herë ndodh, ose në rastet kur kompania bën inventarët dhe me anë të proces verbaleve shikon, për cilën ngrihet një komision vlerësimi, shikon se cilat janë ato artikull që janë jashtë funksionit apo janë dëmtuar dhe atëherë bëhen falje. Pra, dalje
dalje nga sistemi bën vetëm artikujt afatshkurtër, artikujt qarkullues. Që të bësh dalje nga sistemi artikull afatgjat është diçka e rëndësishme, duhet ta mendosh mirë përpara se ta bësh, sepse një laptop që ti e ke në sistem nuk mund të teke ty ta bësh dalje sot. Ajo qëndron në inventar dhe është pjesë e inventarit të çdo personi që e ka në zotrim, në punë, për sa kohë që punon në një kompani. Këtë mund ta bëjnë dhe me fletërje të thjeshtë. Për të mos u zgjatur me fletërje të thjeshtë, zgjedh një artikull, zgjedh furnitorin dhe jep ruaj. Ka ndonjë gjë të paqartë me inventarin, sepse nuk besoj që ka ndonjë vështirësi. Dua një reagim sepse do vazhdoj tek arka dhe tek banka. Mos duan fjalën tënde këto, se me fjalën time nuk po apo janë okay për sa kohë që nuk keni nevojë për pushim 5 minuta, sepse do kalojmë tek arka dhe tek banka? Nëse doni 5 minuta pushim, nuk po them 10 sepse më duhet që ta përmbyllim sot seancën. Okej, as pushim nuk dashkën. Vazhdojmë tek arka dhe tek banka. Në planin kontabël, arka dhe banka janë llogaria 5. Ku klasa 5, po të shkojmë këtu tek kontabilitet, struktura llogarive. Po të zgjedhim 5-ën këtu. Nëse zgjedhim këtu banka, arka, okej. Shkojmë tek llogari. Llogari. Atëherë në llogari shikojmë 531. Këto, domethënë ideja është që klasa 5 është për arkën dhe bankën. Dhe zgjedh ti nëse e çel arkën 5311 apo 5301, sikurse dhe bankën. Cili është koncepti i arkës dhe i bankës? Kur ne bëjmë blerje, do të thotë që kemi nxjerr lek nga arka. Kur ne bëjmë shitje, do të thotë që kemi futur lek në ark. Kur arka dhe banka janë me lek brenda, pra ka gjendje, në gjuhën ekonomike shprehet që janë me gjendje debitore. Kur ne nxjerrim lek nga arka, është me gjendje kreditore. Kështu që thjesht për t'i pasur si koncepte. Mbani mend gjithmonë rregullin çfarë ndodh me klientin furnitorin. Pra, kur ne bëjmë një faturë blerje, furnitori është në kredi, banka është në debi, është me gjendje debitore. Në momentin që ne likuidojmë furnitorin, debitohet furnitori, kreditohet arka dhe bëhen secila zero, pra mbyllen veprimet me kundër veprimet e tyre. Sikurse edhe tek klienti. Kur kemi bërë një shitje, klienti është në debi. Arka është në kredi, pra është me vlerë të paksuar për sa kohë që s'kemi arkëtuar atë vlerën që na detyrohet klienti. Në momentin që klienti na jep lekët, kreditohet klienti, debitohet arka dhe kështu mbyllen veprimet me kundërveprime me njëra tjetrën. Çfarë bëjmë në këtë rast? Që dhe ju ta shikoni, çelim një ark ose një bank. Çeli arka. Edhe këtu mund të çel arka ku është arka qendrore e çelur, megjithatë mund të çelim një ark tjetër. Shto kodi AC2, arka qendrore 2, po themi. AC2 ALL. Arka qendrore 2 ALL. Në lek, flasim gjithmonë. Shkojmë tek llogaria dhe zgjedhim llogarinë. Dhe këtu zgjedhim vlera monetare në lek, vlera monetare në monedhë të huaj. Nuk e zgjedhim në monedhë të huaj, as këto, vlerat të tjera në arkë. Atëherë do zgjedhim këtë vlera monetare në lek, sepse këtë arkën e kenë në lek.
Këtu nuk ka nevojë, i hapim ruaj dhe shkojmë tek arka, çelje. Arka, AQ2, ALL, ja ku e kemi arkën. Çfarë bëjmë neve me këtë? Do të shkojmë dhe do të bëjmë një pagesë. Mund të çelim dhe bank. Çelje, banka. Këtu është çelur BKT, shkojmë dhe zgjedhim një bank tjetër. Shto. Abi bank, Abi euro po themi. Po çel arkën, po çel në lek, bankën po çel në euro. Abi euro. Abi bank euro. Zgjedhim dhe numrin e llogarisë. Atëherë, vlera monetare në monedhë të huaj, vlera monetare në euro. Pra kjo është llogaria për arkën, për bankën në euro. Këtu duhet ishte edhe monedha, kodi, qyteti, zip kod, kontakti. Këtu çekojmë dhe këtë, shfaqet në invoice, që ti kur të bësh faturën të jetë shfaqur. Plotësoni fushën llogari bankare. Atëherë këtu vendosim një llogari, një këto, siç janë këto IBAN-ët, AL52 2078 9878 1458 96 PF, po e themi kotë, e japim ruaj. Ky është një tip, pra çfarë IBAN-ët i dini gjithë se çfarë janë. Shkojmë tek pra kaq është me arkën dhe me bankën. Tani ne do të shkojmë dhe do të bëjmë, kemi bërë një blerje, këto blerjet që bëm këtu, do shoh një blerje që kemi bërë, kemi bler oriz, po themi. Orizin hapim dhe shohim te cili furnitori kemi bërë blerjen e orizit, tek furnitori F016. Atëherë unë do të shkoj dhe do të bëj një likuidim për këtë furnitorin, sepse 15.000 lekë. Ky furnitori është me gjendje kreditore për vlerën 15.000 lekë. Do shkoj dhe do bëj një pagesë për këtë. Dhe do paguaj nga arka, jo nga banka. Dhe po ta shikoni këtu arka dhe banka, derdhje, shto derdhje, tërheqje, shto tërheqje. Derdhje janë hyrje, arkëtime. Derdhjet janë arkëtime, tërheqjet janë likuidime. Shënojeni këtë që ta keni parasysh. Shkojmë dhe tek arkëtim, shto arkëtim, pagesë, shto pagesë. Kur ne veprojmë me banka, zgjedhim derdhje, shto derdhje ose tërheqje, shto tërheqje. Kur veprojmë me arkën, pra, cila është diferenca ark-bank? Tani ti ke dhe lek, ke një stërtar lekësh aty në kompani që i përdor kesh, ke dhe arkën, bankën që vepron pagesa vetëm me bankë. Në qoftë se unë do ta likuidoj këtë F016-ën, artanin, për vlerën 15.000 lekë, atëherë do bëj shto pagesë. Numër dokumenti 15, vlera 15.000, arka do të zgjidhim arkën qendrore. Por, që ne ta zgjidhim këtë arkën atëherë që ne të bëjmë pagesë, duhet kemi gjendje të arka qendrore, se nuk mund të bëjmë pagesë, nuk do të na e marrë sistemi. Atëherë unë do të bëj një arkëtim tek arka qendrore për 15.000 lekë. Pikë së pari bëjmë arkëtim. Shto arkëtim. Ky arkëtimi mund të na ketë ardhur nga një shitje që kemi bërë. Arkëtimin po e bëjmë me vlerën 20.000. Sepse nuk mund të bësh pagesë pa pasur lekë, shkojmë te arka qendrore ALL, arkëtim klienti. Gjithmonë arkëtimet vijnë nga klientët. Po e zgjedh këtë klientin, mund të jetë dhe klient një rastësishëm, pak rëndësi ka. Pra ti ke marrë lekë nga klienti, do bësh pagesë furnitorin. Ke marrë 20.000 lekë, i japim ruaj. Do shkoj dhe do të bëj këtë likuidimin e furnitorit. Shto pagesën. Dhe në fund ne do të shikojmë tek raportet e arka që sa do ta kemi gjendje. 20.000 bëm hyrje dhe 15.000 bëm dalje, 5.000 lekë do të na ngeli gjendja debitore e arkës qendrore. Numër dokumenti, po e vëmë shifrën kod,
vlera 15.000, arka, mos të mboj, arka qendrore, ALL, arka qendrore 2. Prit, arkëtimin unë e bëra te arka. Atëherë, shohim ku e bërëm arkëtimin dhe bëm të arka qendrore. Edhe pagesën do ta bëj të arka qendrore. Atëherë, shto pagesë. Fillimisht zgjidhim arkën që mos ngatrohemi, këtu e bërëm, okay. Vlera 15.000. Furnitori F016. Ja ku është ky Artani. Shife si e zgjedh vetë, kjo e zgjedh vetë, do më thënë, si tu është konceptin në llogarisë, nëse është debi apo kredi e zgjedh vetë arka, nuk keni nevojë ta çekoni juve, nuk ka sens që ta bëni kredi ju këtë tani. Kredi ti bën kur je klient dhe paguan, kurse furnitori debitohet. Më përpara ishte në kredi, deri në moment që s'kishte marrë lekët, shkoj unë në dyqan, po themi dhe blej një artikull. E mor artikullin e kam dorë, për sa kohë që s'ja kam dhënë lekët atij shitësit të dyqanet, pra ai që më furnizoi, ai është kreditor. Sa po të jap lekët, ai do bëhet debitor. Kështu që i japim ruaj. Dhe shkojmë tek raporte, arka. Gjendja e përmbledhur e arkës, shohim arkën qendrore. I japim vit ushtrimor, shiko. Po ta shikoni, arka qendrore. Atëherë, kjo del kështu sepse janë bërë dhe veprime më përpara nga demot të tjera. Arkëtuar 20.171.800, paguar 12.135.000, gjendja është 8.036.800. Këtu, sepse kjo vjen nga veprimet të më përparshme. Pra, arkën qendrore që unë zgjodha këtu, vjen dhe nga veprimet të më përparshme. Çfarë ndodh në qoftë se ne do të bëjmë, jeni të qartë për këtë punën e arkës dhe të bankës, dua një kështu konfirmim se nuk vazhdoj dot si në tym, pa ditur ku jeni të qartë dhe ku nuk jeni. Okej, faleminderit. Kjo është forma më e thjeshtë kur ti arkëton dhe kur paguan me lek kesh, pra siç jemi në për dyqane ushqimore që shkojmë në përditshmërinë tonë, apo shkojmë te Rossmani apo te Welli apo në çdo lloj supermarketi dhe paguan kesh. Çfarë ndodh kur ne cila është mënyra e arkëtimit me bankë? Së pari, arka dhe banka shto derdhje. Derdhje do të thotë, kur ti ke arkëtuar lek nga një klient, ja ku doli klienti këtu, kur ti ke arkëtuar lek nga një klient me bankë, dhe shkojmë këtu, bëjmë atë kaloriferin, 7.800. Jo, më falni, bëjmë një artikull 48.000. Zgjedhim bankën. Unë po zgjedh bankën Abi Bank. Abi Bank euro. Këtu bëhet dhe konvertimi. Do më thënë, banka është në euro, po ti lekët, banka është euro, po ti ke fut në pagesa është bërë në lek. Ose çelim një bank në lek, që ta keni më thjesht. Çelje banka. Këtë abi në euro do ta bëj në lek. Dhe do zgjidh llogarinë e arkës në lek. Pra ndryshova këtë. I jap ruaj. Shto derdhje. Vlera 75.200. Pa heq të 200 që bëj vetëm 75.000. Banka. Zgjidhim bankën Abi. Më falë se duhet ja ndryshoja dhe emërtimin. Ose po çel një bankë të re. Do zgjedh Raiffeisen-in. Raiffeisen lek. To emërtime tu i bëni si të doni, nuk ka ndonjë gjë standarde që nëse s'bën duhet kështu. Një japim ruaj. Nuk lejon hapësirat.
Nuk lejon hapësirat, e bashkojmë këtë, japim ruaj dhe tani e mori. Okej. Shto derdhje. Dhe do të cila ka silet të Raiffeisenin që ta kemi më të thjesht, që ta keni më të pastër situatën për të kuptuar raportin. Këtë e bëjmë 90.000. Banka. Atëherë kur zgjedh bankën do të thotë që tek Raiffeisen unë po fus 90.000 lekë. Përshkrimje, arkëtim, klienti X, pak rëndësi ka. Tu zgjedh një klient njëshi. Ky më ka arkëtuar mua 90.000 lekë, i japim ruaj. Po të shkojmë tek raporte, banka, gjendja e përmbledhur e bankës, vit ushtrimor, shiko. Kuptojmë që Raiffeisenin, ja ku e keni Raiffeisenin, mos i merrni për bazë Bankën Qendrore dhe BKT-n. Flasim vetëm për Raiffeisenin. Tek Raiffeiseni arkëtuar 90.000, paguar ti s'ke bërë pagesë nga Raiffeiseni. Po nëse ti do paguash një furnitor, do t'i marrësh lekët nga Raiffeiseni, që Raiffeisenin e bëre me gjendje ti sepse ta arkëtoi klienti një X. Pra ti more lek nga X-i dhe do paguash Y-in. More lek nga klienti do paguash furnitorin. Ke arkëtuar 90.000 lekë, paguar nuk del gjë. Gjendja në fund 90.000. Gjendja në fund do të thotë që ti në Raiffeisen ke 90.000 lekë. Tani do shkoj dhe do bëj një pagesë fature. Atëherë shto tërheqje. Pra, kur dëgjoni fjalën derdhje dhe tërheqje, bëhet fjalë të pagesat me bankë. Kur dëgjoni fjalën arkëtim dhe pagesë me ark cash. Shkojmë tek tërheqje. Numër dokumenti, po themi kod, 19. Vlera, 90.000 unë do paguaj 45.000 furnitorin. 45.000. Do zgjedhim bankën Raiffeisen. Përshkrimi, likuidim furnitori X. Çfarë keni këtu tani tek furnitori? Këtu nuk do zgjidhni gjë me si thua që ta çekoni furnitorin. Ti përderisa do të likuidosh një faturë, ajo fatura gjendet këtu dhe gjithmonë me këtë shigjetën. Po ta shikoni, atëherë unë këtu do të zgjedh një faturë që nuk e kam likuiduar. Dhe duke qenë se kam futur 90.000 lekë, do zgjedh këtë me 2.500. Dhe do të na dalin neve 90.000 minus 2. Jo, ky është i huaj. Atëherë do likuidoj këtë, faturën e ujtit. 90.000 minus 1.000 do të na ngeli gjendje. Dhe unë zgjedh këtë faturë. Sa po zgjedh këtë dhe e klikoj 2 herë, kjo e merr vetë sipër. Ja po e fshi edhe një herë që ta kuptoni. Unë do likuidoj një furnitor dhe unë nuk shkoj për të zgjedhur furnitorin këtu, thjesht me këtë shigjetën këtu një herë unë do shënoj jo 45.000 tani, do shënoj 1.000 lekë sa do likuidoj furnitorin. Dhe këtu shko me shigjetën poshtë. Ujësjellës kanalizime, 1.000 lekë. Klikoj 2 herë double click dhe po të shkoj lart ma ka marrë faturën. Që do të thotë furnitori ujësjellës kanalizime është i likuiduar nga unë për vlerën 1.000 lekë. Dhe japim ruaj. Po të shkojmë tu tek blerjet neve, do të kuptojmë, shif tani. Kjo është shumë e rëndësishme dhe ju lehtëson shumë. Kur shkon tek blerjet dhe kur i ke likuiduar furnitorët, kjo të bëhet me jeshile. Unë tani do shkoj dhe do likuidoj dhe këtë, pra, bëra një likuidim 1.000 lekë dhe një likuidim 15.000 lekë. Do bëj dhe këtë likuidimin e këtij artanit për 15.000 lekë dhe të kuptojmë që edhe për juve kuptoni që kjo do të bëhet me jeshile dhe do të shkojmë dhe tek raporti i bankës Raiffeisen dhe do të kuptojmë që gjendja do të jetë 90.000 në fillim minus 1.000 lekë minus 15.000 lekë. Shkoj tek tërheqje, atëherë arka dhe banka, shto tërheqje. Ky
përpara se të shkoj këtu, të shikojmë njerë se ky është furnitori Artani, Artan X, për vlerën 15.000 lekë. Atëre, Arka dhe banka shto tërheqe, i vjen një numër të çfarëdoshëm këtu, 85, datën e ndryshon e vëni si të doni, 15.000 ishte. Pse vendosëm 15.000? Sepse do shikoj, në këtë rast ne shikojmë dhe kartelën e Artanit, që ky u bë zero, ishte kreditor, u debitua dhe u mbyll. Zgjedhim Raiffeisen, për shembull unë nuk mund të zgjedh BKT-n, se unë nuk kam gjendje lekësh ke BKT-ja që të bëj pagesë, nuk ma merr regjistrimin. Atëherë do të shkoj tek Raiffeisen e këtu, zgjedh bankën, zgjedh, likuidim Artani për blerje XY, dhe këtu nuk shkruaj asgjë, thjesht do shkoj me shigjet poshtë dhe zgjedhim faturën e Artanit. Gjithmonë ta keni parasysh kur bëni regjistrime likuidime, domethënë që bëni ju ndaj furnitorëve apo klientët ndaj jush, gjithmonë do të shikoni kartelën, është mbyllur ky furnitor, është bërë zero, është mbyllur ky klient, është bërë zero, sepse njerëz jemi dhe ti mund të kesh kap një furnitor që s'ka lidhje me atë faturën. Për shembull, ti ke bërë blerje dhe tek Artani dhe tek Arbeni me 15.000 lekë, po ti kur ke bërë likuidimin në vend të zgjedhësh Artanin, ke zgjedh Arbenin. Ka ngel Artani i hapur, shkon i jep lek prap Artanit, ndërkohë që lekët ja ke atij tjetrit. Pra do shumë vëmendje. Dhe japim, ecim këtu me tab, likuidim Artani për vlerën 15.000 lekë. Debi kredi gjendja u bë zero këtu dhe japim ruaj. Shkojmë tek raporte, shkojmë tek blerje një herë. Pra sa herë të bëni një pagesë apo një arkëtim, shko tek blerje. Ja ku e keni, u bë dhe ky me jeshile. Gjithmonë kjo është kolona likuiduar. Nëse kjo bëhet jeshile dhe kjo del zero, dije që të furnitor e ke të likuiduar. Thjesht do të likuidosh muajt në vazhdim. Shkojmë tek raporte, banka, gjendja përmbledhur e bankës. Ju nga këto raporte mund zgjidhni kë raport të doni, sepse raportet mësohen me punën, varet çfarë don të filtrosh. Dhe zgjedhim Raiffeisenin. Qose unë 90.000 që i arkëtove, 1.000 lekë likuiduam ujtin dhe 15.000 Artanin, 16.000. Gjendja ngeli 74.000. Ti ke gjendje 74.000 lekë. Unë do bëj një provë kastile tani kot, do shkoj dhe do bëj pagesë dhe ju do ta shikoni shumë mirë që sistemi nuk do ta marrë. Do shkoj dhe do bëj pagesë nga banka Raiffeisen një faturë 80.000 lekëshe, që mua nuk do ma marrë sepse unë kam 74.000 lekë gjendje. Atëherë shkojmë tek Arka dhe banka, shto tërheqje. Numër dokumenti 62, unë do e bëj me vlerën 85.000. Banka Raiffeisen do ta shikoni shumë qartë që nuk ka për ta marrë sistemi këtë. Bëm një përshkrim këtu. Atëherë, do të zgjidhim një faturë, do të marr këtë faturën me 100.000 lekë Volkswagen dhe këtu do ta vendos vlerën 100.000 lekë. Se nëse se vendos 100.000 lekë, nuk më del debi kredia në fund. Edhe do të zgjedh këtë Volkswagenin, që e kemi bërë nga hera parë. E shef çfarë thotu diferenca. Tu del diferencë sepse ti nuk i ke gjendje këto lekët dhe po të jap ruajun kësaj, veprimi nuk është i kuadruar. Pse s'është i kuadruar? Sepse ti nga 90.000 minus atëre 90.000 minus 16.000 që bëre pagesë 74.000. Ti faturën e ke 100.000. 100.000 minus 74.000 është 26.000 lekë diferenca që ti s'ke gjendje në... Tu e ka bërë 2.000... Okej, se kjo e ka bërë në mënyrë të tjetër. Ke diferencë 100.000 me... Kjo ishte... Vlera e këtij ishte 2.500. Jo, unë zgjodha faturën me 90.000. Du ta fshi këtë?
Kam zgjedh, shef, ajo është ajo që ju thash më përpara, unë bëra pa dashje atë me 90.000. Doja të zgjidhja faturën me 90.000. Okej, ja po zgjidh të me 96.000 lekë. Prapë s'ka për ta marrë, sepse po t'ja po ruaj, veprimi s'është i kuadruar. S'është i kuadruar se s'ke gjendje në ark. Jemi okej me pjesën e arkës dhe të bankës, një përmbledhje për arkën dhe për bankën. Tek moduli arka dhe banka, fjala derdhje dhe tërheqje përdoret për faturat me bank. Fjala arkëtim dhe pagesë bëhet për arkën cash. Kur neve bëjmë një likuidim fature me bank, do të zgjedhim me shigjet faturën që ti don të likuidosh duke shënuar fillimisht vlerën që do likuidosh këtu sipër. Zgjedhim faturën dhe shikojmë tek raporti arka dhe banka. Arka dhe banka çelen në klasën 5, ku llogarit I keni të çelura dhe kuptohen vet. Deri tani neve kemi bërë çelje furnitori dhe blerje, tani do të shikojmë shitjet, që shitjet janë edhe shitjet janë shitje në lek, shitje në euro, shitje mallra, shitje shërbime. Gjithmonë nëse për blerje ne çekojmë klasën 6 që janë shpenzimet, për shitje quhet klasa 7 ajo që veprohet, sepse nga klasa 7 është klasa e të ardhurave që gjenerohen të ardhurat. Bëjmë 5 minuta pushim dhe ora është 11:17. Nga ora 11:20 deri 11:25 më duhet një pushim 5 minutës që të vazhdojmë prapë dhe një orë tjetër. Për në këto 3 minuta thjesht do t'ju tregoj në këto 3 minuta, sa të shkoj ora 20, do t'ju tregoj fare lehtë se si çelet klienti, sepse tani kaluam tek shitjet. Si çelet klienti? Furnitori çelej me llogarin 401, klienti çelje, klient furnitor, klient shto. Këtu keni gjithë ato klientë të çelur, e bëjmë shto. Tu do të shikosh dhe këtu numrin e fundit, emërtimi, beni po themi kot, kontabilitet, llogaria 411. Po të shikoni llogarin 411, ja ku ke klient për mallra dhe produkte, klient, po zgjedhim 411. Më fal, se shtypa klono pa dashje, s'ka problem. Okej, me këtë klonon a more klient njësh. Provim këtu agimi. Kontabilitet 411, regjistrime këtu s'keni punë, jep ruaj. Shkojmë te çelje. Klient dhe kërkon këtë gjithmonë automatik. Është shumë e thjeshtë, furnitori ka llogarin 401, klienti 411, por ju mund të çelni 401, 01, 02, 03, sikurse edhe për klientin. Zgjedhim këtë agimi. Ja ku është klienti agimi në Tiranë, që është çelur sot me datë 5/3/2023. Siç kemi bërë blerje, do të bëjmë dhe shitje. Paraprakisht shikojmë raporte, inventar, shikojmë njërë magazinën, që ku kemi artikull, që në ato artikull të bëjmë shitje. Vit ushtrimor, shiko. Ja ku kemi magazinën për gjithë llojet e artikujve. Oriste uta. Ke një pako, që kemi bërë neve në fillim, artikull provë. Gjithsesi kur bën faturë shitje, ti e shikon se ku ke artikuj gjendje. Rikthejmë në 11:25, që do vazhdojmë me pjesën tjetër me shitjet dhe me arkëtimet nga shitjet, ju pak a shumë I pat, dhe që të shikojmë dhe gjërat të tjera. 5 minuta, 10 minuta, sa të